Mundemi? Veç më tregoni. Të nderuar gazetar, të dashur qytetar, jemi këtu bashk për t'ju falenderuar juve mediave, shoqërinë civile, po mbi gjitha qytetarët e Kosovës, votuest e gjitha partive politike pa dallim, që dje është përfundu një proces zgjedhor, një të dinjitetshme, shumë civilizuar, dhe për këtë merita ju takon sidomos votuesve dhe qytetarëve të Republikës Kosovës. Rezultatet janë këto. Unë ju uroj gjitha partitë politike që kanë qenë garë për rezultatin. Ka qenë një proces në vazhdim e disa proceseve zgjedhore. Për Partinë Demokratike të Kosovës, rezultati është kjo që është. Sigurisht se kemi prit më shumë, kemi mujt më shumë. Nëse i referohemi vendeve, në kuvendin e Republikës Kosovës, unë pres që numri i deputetëve tjetë pak më i madh se sa që ka qenë në mandatin paraprak. Megjithatë, ne po presim përfundimin e procesit zgjedhor, numërimin e gjitha votave dhe të shohim se ku po dalim si parti politike, po pres që aktualisht janë 24 deputet për Partinë Demokratike të Kosovës, megjithatë e presim fundin e procesit zgjedhor. Zgjedhjet kanë qenë të lira, mirë po nuk kanë qenë drejta dhe kanë qenë pa barabarta. Kanë qenë pa barabarta për shkak se është përdor paraja publike e cila sigurisht kanë ndiku edhe në rezultat. Dhe për këtë qëllim, unë kam thonë që zgjedhjet mund të jenë të lira, por nuk janë të ndeshme. Përdorimi i paros publike ka bërë efektin e vet, gjithashtu edhe resurset shtetërore të përdorura në proces zgjedhor. Çka është më rëndësi? Është më rëndësi që kemi konstituim të kuvendit sa më shpejt, formim të qeverisë, zgjedhjet presidentit dhe mos ketë vakum institucional për shkak se interesi i vendit është për te interesit dhe mbi interesin e secilit subjekt politik. Për Partinë Demokratike të Kosovës është një mesazh i qartë. Abstenimi i votuesve është mesazh për gjithë neve, që du ta kuptojmë dhe ta lexojmë drejt. Unë e kam kuptuar këtë mesazh, e kam lexuar drejt, që njerëzit kanë nevojë për stabilitet politik, kanë nevojë për stabilitet institucional, kanë nevojë që qeveria e vendit merret me problemet e tyre, me përmirësimin e jetës dhe standardet e jetës së qytetarëve, dhe jo vazhdimisht prodhohen situata, drama, kriza dhe çështje të tilla të ngjashme. Si parti politike, si Parti Demokratike, neve na presin dy procese transishme. Ekziston vetëm një vendim i Këshillit Drejtues që Partia Demokratike e Kosovës shkon zgjedhjet mbrëmshme këtë vit. Dhe ky proces veç ka filluar dhe ky proces do të vazhdojë dhe do të përfundojë në mënyrë të përgatitur, në mënyrë serioze dhe do të mbyllet ky cikël zgjedhor i mbrëmshëm. Unë sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, që më zgjedh nga kuvendi para disa muajve, sigurisht se jam në mandat plot për 4 vjet, po megjithatë në këtë proces zgjedhor gara do të jetë e hapur për gjitha nivelet, tu përfshi prej në degve, për kuvendin, për Këshillin Drejtues dhe për kryetarin. Do të thonë edhe poshtë kryetarit do të jetë një garë e hapur dhe do të garojnë ata që mendojnë që duhet me qenë pjesë e garës për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe procesi i dytë, që është më i rëndësishëm, ne për pak javë e presim një vendim, që është vendimi në gjykatën e Hagës, që ka të bëjë me liderët tonë dhe liderët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish presidentin Thaçi, kryetarin Veseli, kryetarin Krasniqi, Rexhen, dhe presim që të jetë një vendim lirues, përndryshe kish me qenë vështirë me thonë drejtësi kësajna. Nuk ka asnjë arsye tjetër që vendimi mos jetë lirues, dhe kthimi i tyre në familjet e tyre në Kosovë, po dhe për Partinë Demokratike të Kosovës, do të jetë një ndryshim shumë i madh. Unë nuk po paragjykoj se ata do të jenë pjesë politike sapo jo, është në drejtën e tyre,
në autoritetin e tyne, mirë po megjithatë presim që ky vendim të jetë vendim i drejtë, e vendimi i drejtë do thotë lirim për liderët tonë. Edhe njëherë duhet ju falenderoj, po mbi të gjitha vendi edhe prioritetet e vendit nuk presin, unë pres që të ketë një formim të shpejt të institucionet të Kosovës, të përfshijë gjitha nivelet, edhe kuvendin, edhe qeverin, edhe presidentin, dhe të kemi një përmbyllje të këtij ciklit dhe t'i kthejmë punës. Përndryshe, 200.000 vota ma pak, po e thjeshtësoj këto që na kanë thonë votust, na keni lodhë. Ballë. Faleminderit, pyetje. A është PDK-ja e gatshme që të ulet sërish me lëvizjen vetëvendosje për një bashkëpunim në mënyrë që të mos keni sërish një palësirje të tjera? Une janë pozitë qëndrueshme në këtë drejtim, për shkak se asnjëherë gjatë rrugtimit tim politik nuk u vendos vijat kuqe, s'ku vendos as në këto zgjedhje, dhe besoj që nuk është e mirë me pas vijat kuqe. Kemi qenë gjithmonë të hapur për biseda, e kam dhënë preferencën time, se më shëndetshme për vendin është krijimi i qeverisë për partive cilat kemi qenë në opozit, tash bëhet kjo për numrave, që është bëhet numra, ka ma shumë formula, mirë po megjithatë nuk kam qenë përjashtues, dhe mendoj që për me pas institucione shpejt dhe të qëndrueshme do të me pas marrëveshje politike. Do të me pas marrëveshje politike, qysh tash pa filluar ende konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë dhe pastaj zgjedhja e presidentit. Zotri Hamza, që komentoni humbjen e rreth 40.000 votave nga PDK-ja në këto zgjedhje? Nuk e dija në 40.000, presum fund, se nuk është rezultat ende i përmbyllëm, po flasim për momentin, unë pres që dikun do të jenë 30.000 vota, edhe kjo e ka shpjegimin e vet, sigurisht se e ka shpjegimin e vet, dhe nëse shikojmë me kujdes, rezultatin zgjedhor del që në 4 komuna ka qenë humbja më e madhe. Edhe për më keq, në 4 komuna Partia Demokratike e Kosovës qeverisë në nivel lokal. Vota më shumë kemi humbur si vot, jo si përqindje, kemi humbur në Skenderaj, në Drenas, në Prizren dhe në Ferizaj. Këto janë 4 komuna që është humbja më e madhe e votës për Partinë Demokratike të Kosovës. Ne jemi duke bërë gjitha analizat e nevojshme, une e thash, as më shefna mas përgjithësisë, as nuk nxitohna në vendime, as nuk vonohna në vendime, do të kemi analistë mirëfillt dhe do t'i adresojmë sakt shkaktar pse Partia Demokratike e Kosovës nuk ka arrit me mobilizu elektoratin e vet. Pavarësisht që ne këto mundëm me kthy edhe ndryshe, se fuqia një partie politike motet me ulse të kuvend. Se kanë herë mundsh me pas më shumë vota e me pas më pak ulse. Kanë herë mundsh me pas më pak vota më shumë ulse. Prandaj nëse e morëm si numër të ulseve, është e sigurt se do të kemi 22, më pak s'ka. Sa dalin më shumë, meten me pa. Domethënë Partia Demokratike e Kosovës sa i përket numrit dhe përfaqësimit në kuvend e ka rujt qëndrueshmërinë dhe stabilitetin. Pas shumë vitesh fituren madhështit që komentoni? Shka, është mirë që është fitore, mirë po edhe aty nuk është që është ndonjë fitore me numër të madh votave. Është, domethënë, pak më shumë se sa që kemi pas vota në zgjedhjet paraprake në muajin dhjetor. Faleminderit juve.